ministri shumë e rëndësishme. Apo me zëvendës kryeministër në një fazë që po ndiqen shumë hapa dhe procedura të rëndësishme për sa i përket përqasjes legjislacionit në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, të thash, është një vendim i cili mund të zgjasë shumë pak, mund të zgjasë shumë, por në çdo moment mund të revokohet dhe mund të kthehet në detyrë. Kështu që në këto kushte është pak e vështirë dhe do duhet një interpretim pak më i zgjeruar dhe nga ana e politikës dhe nga ana e drejtësisë se si duhet veprohet në këto raste. Pra nuk është e lehtë që të merret të jepet një opinion kryekëput pozitiv apo kryekëput negativ edhe nga pikpamja politike, por edhe nga pikpamja juridike procedurale, duke qenë se thash, ne nuk kemi një eksperiencë të mëparshme të tillë, duke qenë se drejtësia dirigjohej më përpara nga kryeministri dhe kësaj radhe nuk kemi më në këto kushte. Drejtësia nuk dirigjohet më nga kryeministri, përfaqësohet vetë kryeministri. Besoj që është në një situatë që do të marrë një vendim të ekuilibruar, të konsultuar politikisht dhe juridikisht me ekspertët e vetë më të mirë. Nga kjo pikpamje. Ky lloj vendimi Andi s'ka nevojë për ekspertë. Këtu e vendime merr Rama dhe pikë, s'ka nevojë çaj eksperti do marrë Rama këtu mendimin tani. Po jo pra, se nuk është kaq e thjeshtë, pra prandaj po them, nuk është kaq bardh e zi, nuk është nuk janë si ato historitë me ballistë dhe me partizanë këto, që ca janë këtej, ca janë këtej. Pra, tu kërkohet një ekuilibër i rafinuar që të mbaj atë aromën e Brukselit, atë aromën e shtetit me parimet fundamentale dhe të paprekshme, se si veprohet në ato shtete ku demokracia është e konsoliduar dhe drejtësia është e pavarur nga politika. Pra ne po eksperimentojmë për të parë këto lloj situatash ku zëvendës kryeministri është në hetim dhe ka një masë sigurie ndaj tij. Ndaj bashkisë më të madhe të kryeqytetit është në arrest me burg dhe ka një masë sigurie që po zgjat tej parashikimeve apo jashtë çdo lloj arsyetimi. Dhe nuk është kaq e thjeshtë që të dalim në konkluzione në këtë moment. Por ajo që unë dua të them në lidhje me Zorin Balluku, patjetër nuk është e lehtë që të jesh në hetim, por juridikisht unë nuk e shoh kaq shumë me vend këtë hetimin për Zorin Balluku, sepse nuk ka qenë decision maker, nuk ka qenë njeriu që merrte vendimet në fazën finale të procesit. Pra ka qenë patjetër një ministre në detyrë për një procedurë e cila ka qenë pjesë e një drejtorie në varësi të asaj ministrie, por nuk ka qenë personi që ka kryer procedurën. Pra zakonisht në të drejtën penale nuk ka përgjegjësi kolektive. E bën bashk, nuk e bën bashk. Përgjegjësia penale është individuale dhe është e personit që ka patur detyrën dhe përgjegjësinë funksionale dhe ligjore për të ekzekutuar veprimin. Patjetër gjithmonë nëse zbulohet që aty ka një afer, por Zoti Balluku nuk ka qenë drejt për drejt e lidhur me këtë projekt, me këtë procedurë. Kështu që në këtë kuptim e shoh që do të jetë një hetim i cili është vetëm nga pikpamja procedurale i tillë që përfshin Zorin Balluku, por nga ana materiale nuk besoj që ka hapësira për të shqetësuar nëse avokatët e Zorit Balluku i kanë gjitha ato dokumenta në dosje dhe do të vinë të bëjnë një mbrojtje të mirë të saj. Okej, mirë Andi, të falenderoj, ndërkohë unë të çmoj dhe të falenderoj për gatishmërinë që tregohet edhe pse je në kushte jo shumë përshtatshme, por gjithsesi do doja të rrihe gatishmëri se zhvillimet janë të tilla që ne në moment mund të na duhesh përsëri dhe të kërkoj domethënë edhe me kuptimin tënd për vendimet që unë jam rrugës për në Düsseldorf, ku kam disa takime atje, kështu që rruga më zgjat goxha, sa të jemi në emision do të ndjek nga telefoni dhe në çdo moment që do të jetë nevojshme, do të jem në lidhje. Falenderit. Studio, janë minuta të edhshme për qeverinë në këto momente, sepse drejtësia e dha një vendim dhe ende nuk dihet se çfarë vendimi do marrë kryeministri Rama në këto momente për zonjën Balluku, janë duke diskutuar, paktën informacionet kështu janë. Ne do kemi nga momenti në moment lidhje me gazetar, analist, personazhe dhe politikan.
Ndërkohë, informacionet më të fundit janë që zënja Balluku në këtë nuk është vetëm pra për ta sqaruar që nuk është vetëm çështja e tunelit të Llogaras për cilën zonja Balluku është duke hetuar nga prokuria e posaçme, por edhe disa tendra të tjerë që do sqarohen.